Ajo ishte vetëm një grua e harruar nën shi, por ajo që bëri para syve të një miliarderi do të ndryshonte gjithçka. Një çast, një gabim, një shpërthim turpi, dhe pasti, një e vërtet që askush nuk ishte gati ta përballonte. Kjo nuk është thjesht një histori dashurie apo faji, është një rrëfim për pushtetin, hakmarrjen dhe pendesën që vjen shumë vonë. Çdo detaj fsheh një shenjë, çdo heshtje mban një të kaluar. Qëndro deri në fund, sepse ajo që do të zbulohet do të bëjë të dyshosh në gjithçka që quhet rastësi. Shiu binte pa pushim, duke përplasur dritat e rrugës mbi asfaltin e lagësht. Makinat kalonin me shpejtësi dhe në çdo cep ndiheshe aroma e benzinës dhe tymit. Njerëzit nxitonin, kokulur, pa par askënd në sy. Në atë rëmuj, një makinë e zezë, e shndritshme dhe e heshtur, ndaloi në trotuar. Nga dera doli një burr i gjatë, me kostum të errët, orë të shtrenjtë dhe pamje të ftohtë. Quhej Klevis Dervishi, një biznesmen i pasur dhe i njohur, që çdo njeri e njihte nga ekranet, por askush nuk dinte asgjë për shpirtin e tij. Ai ishte mësuar që bota të ndalej kur fliste. Në anën tjetër të rrugës, një grua e lagur, me flokë të ngjitur pas fytyrës dhe bark të rrumbullakosur, ecte me vështirësi. Rrobat e saj ishin të grisura, këpucët të lagura dhe sytë të humbur mes lodhjes dhe dhimbjes. Quhej Nora. Barku i saj tregonte se ishte në muajt e fundit të shtatëzanisë, por asnjë njeri nuk e ndihmonte. Kur ajo kaloi pranë makinës së tij, ndaloi pa pritur. U përkul, e mbajti barkun me duar dhe, para se të mund të fliste, e vjell në fytyrën e burrit që sapo kishte dalë nga automjeti. Koha u ngrirë. Zhurma e qytetit u zhduk. Kalimtarët ndaluan. Disa hapën sytë, disa nxorën telefonat për të filmuar. Vetëm shiu vazhdonte të binte, si për të mbuluar turpin e botës. Klevisi ngriti kokën, fytyra e tij u mbulua nga uji, vjella dhe tronditja. Zëri i tij doli i ngjirur. A e di kush jam unë? Gruaja u tërhoq një hap pas, e tronditur dhe e frikësuar. Më fal, të lutem, përshpëriti ajo me zë të dridhur. Shoferi i tij, Miran, doli me nxitim, i mbajti një shami të bardhë dhe përpiqej të fshinte fytyrën e shefit, por çdo lëvizje e bënte situatën më të rëndë. Një vajzë që kalonte afër pshertiu, ajo është shtatzën, dhe askush se ndihmon. Disa njerëz qeshën, disa pan me keqardhje, por askush nuk foli. Nora qëndroi përballë tij, me fytyrën e lagur nga shiu dhe lotët. Ishte e vogël, e brish, por kishte një forcë të heshtur në sytë e saj që e bënte Klevisin të mos lëvizte. Ai ndjeu diçka të çuditshme, një përzierje zemërimi dhe njohjeje, sikur fytyra e saj i kujtonte dikë që kishte dashur dikur. Ajo u kthye për t'u larguar, por këmbët i dridheshin. Një shall i vjetër, gri dhe i grisur, i ra nga qafa dhe u përplas në këmbët e tij. Ai u përkul dhe e mori pa menduar. Shalli kishte një aromë të lehtë të lagështie dhe sapuni të lirë, por në të kishte diçka që e tronditi, një kujtim i vjetër, i paqartë, që se dinte nga vinte. Miran i tha me zë të ulët, të nisim, zoti Klevis? Ai nuk u përgjigj. Vetëm shikonte drejt Norës, që tani po largohej ngadalë mes shiut, duke mbajtur barkun me duart e lodhura. Fustani i saj i grisur ngjitej pas këmbëve, dhe çdo hap dukej si betejë. Në rrugë, njerëzit ende flisnin. Disa thoshin se ajo ishte e çmendur, disa e quanin viktim. Por për Klevisin, ajo nuk ishte asnjëra. Ishte një hije që e përndiqte, një kujtim i gjallë që kishte ardhur pa pritur për t'i prishur botën e qetë e të ndërtuar mbi gënjeshtra. Ai hipi në makinë, e mbylli derën dhe qëndroi në heshtje. Zhurma e shiut mbi xhama u bëritëm i mendimeve të tij. E ndjente ende aromën e asaj gruaje, e ndjente turpin në lëkurë, dhe diçka brenda tij i përshpëriste se kjo nuk ishte fundi i asgjëje. Në pasqyrën e makinës, ai e pa edhe një herë Norën. Po ecte e vetme, nën shi, pa kthyer kokën mbrapa. Klevisi uli syt dhe përshpëriti për vete, që nga ai moment, asgjë nuk do të ishte më si më parë. Pas incidentit, makinë e zezë rëshiti ngadalë mes shiut. Brenda saj, mbizotëronte një heshtje që të priste frymën. Dritat e rrugës pasqyroheshin në xhama, dhe çdo rreze që kalonte dukej si kujtim i asaj skene që askush se përmendte me zë. Klevisi mbante syt drejt përpara, por në mendje i rikthehej çdo detaj. Fytyra e gruas, duart që dridheshin, zëri i saj që lutej. Nuk mund ta hiqte nga mendja. Ndjente aromën e saj, ndjente turpin, ndjente një ndjesi që se dinte nëse ishte keqardhje apo zemërim. Shoferi Miran u përpoq të thyej heshtjen, zoti Klevis, do të doja t'ju them që askush nuk e pa qartë.
Ishte errësirë, shindoshta as nuk e din kush jeni. Por ai nuk u përgjigj. Vështrimi i tij qëndronte i ngurtë, i fikur. E vetmja gjë që lëvizte ishte dora që shtrëngonte shallin e grisur në prerë. Në vendin e pasmë, Reja, asistentja e tij, mbulonte fytyrën me duar. Kishte qenë dëshmitare e gjithçkaje. Sytë ishin mbushur me lot, por nuk guxonte të fliste. Kur më në fund mori frym, tha me zë të ulët, ajo grua më dukej e njohur. Klevisi u kthye ngadalë drejt saj me një shikim që ngrinte gjakun. Çfarë do të thuash me e njohur? Reja u tërhoq e hutuar. Nuk jam e sigurt, por e kam parë dikur. Në një artikull të vjetër për një vajzë që u zhduk disa vite më parë. Quhej Nora, mendoj. Ishte shtatzën edhe atëherë. Në makinën e heshtur, këto fjalë ranë sigur. Klevisi ndjeu zemrën t'i rritë fort. Nuk donte ta besonte, por çdo fjalë e saj ia ngjalli dyshimet. Një ndjesi faji i kaloi në trup, e ftohtë, si një valë që e përfshiu deri në rrënjë. Miran ndërhyri sërish duke e parë përmes pasqyrës, duhet ta harroni këtë, zoti Klevis. Këto njerëz bëjnë gjithçka për vëmendje. Do e shohim që nesër në rrjetet sociale dhe do shuhet. Por ai nuk foli. Vetëm ktheu kokën nga dritarja dhe pa rrugën që zbriste. Në çdo pellg, i dukej sikur shihte fytyrën e Norës. Fytyrë e lagur, e lodhur, e mbuluar me shi e lodh. Dhe në çdo pasqyrim, ajo e shikonte drejt, pa frikë. Në mendje i vinin fjalët e saj, më fal të lutem. I dukej sikur ato dy fjalë i përvëlonin më shumë se gjithë thyrjet që kishte dëgjuar ndonjëherë. Reja e vështroi me kujdes. E njihte shefin e saj më mirë se kushto. Diçka e kishte prekur thellë. A është gjithçka në rregull? Pyeti ajo. Klevisi ngriti dorën duke i bërë shenjë të mos fliste më. Asnjë fjalë më shumë, tha me një ton që nuk pranoi kundërshtim. Heshtja u kthye sërish, e rëndë, e padurueshme. Në mendjen e tij, çdo gjë filloi të rrotullohej. Ai, që për vite kishte ndërtuar një imazh të përsosur, tani ndjente se diçka po shembej brenda. Një copës kujtimi i zbet, një natë, një zë, një premtim, u kthye si dritë që digjet në errësirë. Në ndërkohë, Nora ecte në shiun e pafund, me duart mbi barkun që i rritej. Çdo hap ishte i rëndë, por në fytyrën e saj kishte diçka tjetër, vendosmëri. E dinte që ai burr nuk ishte i huaj. Dhe nëse fati do i jepte forcë, do ta gjente përsëri. Në një qoshe të makinës, Klevisi pa shallin gri, ende të lagur. E mori në dorë, e pa me vëmendje. Kishte një vrim të vogël në cep, sikur dikush ta kishte kapur fort. Preku atë vend dhe ndjeu diçka që se priste, një dridhje të lehtë në dorë, një val kujtimi që se dinte nga vinte. Ai mbylli syt për një moment dhe mori frym thellë. Por fryma i u këput në mes. Në heshtjen që mbizotëronte, dëgjoi vetëm rrahjen e zemrës së tij. Në mendje, sytë e Norës e ndiqnin, të lagur, të heshtur, por të mbushur me diçka që se kuptonte dot. Dhe për herë të parë, Klevis dervishi ndjeu frikë nga një grua që nuk kishte asgjë, por mbante diçka që mund t'i shemte gjithçka. Në sytë e asaj gruaje kishte një të fshehtë që e ndiqte. Të nesërmen, dita u ngrit me një dritë të zbetë, si në ndonjë ëndër të lodhur. Klevisi zgjoi vonë, me kokën që i buçiste nga mungesa e gjumit. Kishte kaluar gjithë natën zgjuar, duke rrotulluar në mendje fytyrën e Norës. Sa më shumë përpiqej ta harronte, aq më shumë ajo i rikthehej, në pasqyrë, në heshtje, në çdo copës kujtimi që kishte fshirë me kujdes prej vitesh. Kur zbriti në zyrë, gjithçka dukej e njëjtë, karriget lëkur, aroma e kafes së shtrenjtë, sekretarja që buzëqeshte me përulësi. Por brenda tij, diçka kishte ndryshuar. Ndjente peshën e një historie që nuk e kishte mbyllur kurrë. Në tavolinë e priste një dosje e vjetër, e mbuluar me pluhur. Asistentja Reja ja vendosi para me duar të dridhura. Zoti Klevis e kërkova artikullin për të cilin ju fola. Është i vitit 2014. Një vajzë me emrin Nora Selimi. U zhduk pa pritur. Ishte shtatzën në muajin e 7. Ai ngriti syt, i hutuar. Selimi përsëriti me zë të ulët. Reja pohoi me kokë. Në artikull thuaj se punonte si asistente në një projekt bamirësie që ju vetë e kishit financuar. Kishte nënshkruar disa dokumente që lidheshin me fondacionin tuaj. Pas asaj periudhe, askush nuk e pa më. Një heshtje e gjatë mbushi zyrën.
dritat e mëngjesit ranë mbi fytyrën e Klevisit duke I theksuar rrudhat që as vetë nuk I kishte vënë re më parë. Ai mori dosjen dhe nisi ta lexojë ngadalë. Çdo fjalë I dhemte si plag. Në fund të faqes, një fotografi e zverdhur, Nora, me flokët të gjatë dhe syt plot dritë, para se jeta t'i shuaj. Ai e njohu menjëherë. Ishte ajo. Dhe në atë çast, kujtimet u kthyen si stuhik që s'mund t'i ndalosh. Një natë shumë vite më parë. Një festë e madhe. Muzikë, drita, njerëz që qeshnin me gota në duar. Ai, I ri dhe ambicioz, kishte vënë re një vajzë të qetë që shpërndante dokumente në hyrje. Ishte ajo, e thjesht, por me një dritë që tërhiqte. Ai kishte folur me të, I kishte ofruar punë, pastaj çdo gjë kishte ndodhur shpejt. Një marrëdhënie e fshehtë, një premtim I dhënë mes netëve të vona dhe më pas, heshtja. Në kujtesën e tij, fjala shtatzën I tingëllonte si mallkim. Nuk e kishte besuar atëherë, kishte menduar se ishte një lojë për ta mbajtur afër. Kishte urdhëruar njerëzit e tij të mbyllnin gjithçka dhe ta largonin. Dhe tani ajo ishte kthyer, jo më si kujtim, por si dënim. Klevisi u ngrit në këmbë, I tronditur. Reja, dua çdo dokument të asaj periudhe. Të gjitha marrëveshjet, çdo transferim që ka lidhje me fondacionin. Dhe mos I përmend askujt këtë. Reja pohoi, edhe pse fytyra e saj u zbe. Po, zoti Klevis. Kur ajo doli, ai qëndroi vetëm. Dora e tij u ngrit drejt fytyrës, sikur donte të fshinte një hije që e ndiqte. E dinte se e kaluara nuk kthehej pa arsye. Nata kishte rënë mbi qytet dhe dritat e lokaleve reflektonin në dritaret e lagura nga shiu. Brenda një kafeneje të vogël në periferi, Klevisi qëndronte në një tavolinë të izoluar. Përballë tij, me një shall të ri në qafë dhe duart e mbledhura mbi barkun që I rritej, u ul Nora. Ishte hera e parë që takoheshin pas incidentit dhe ajri mes tyre ishte I rëndë saqë edhe frymëmarrja tingëllonte si krisje. Ajo nuk foli menjëherë. E shikonte me një qetësi që e frikësonte. Kishte në fytyrë plagët e lodhjes, por edhe forcën e dikujt që nuk kishte më ç'të humbiste. Nuk doja të ndodhte ashtu, tha ajo më në fund. Isha e sëmur. Kisha ecur gjithë ditën në shi, pa ngrënë, pa tre. Nuk dija se çfarë po bëja. Por mbase duhej të ndodhte. Klevisi uli syt, nuk ke pse të më kërkosh ndjes, u përgjigj ftohtë. Më shumë do të doja të harrohej. Ajo qeshi lehtë, me një ironi të hidhur. Ti gjithmonë doje të harroje. Edhe atëherë. Ai ngriti syt me habi. Atëherë? Nora nxori nga çanta një letër të zverdhur, të mbështjellë në plastik. Këtë e shkrove ti më premtove se do ishim bashk, se do kujdeseshe për mua. Të besova. Dhe kur të thash që isha shtatzën, ti u zhduke. U zhduke bashk me gjithçka. Fjalët e saj e goditën si thik. Ishte letra që ai vetë kishte shkruar vite më parë, dora e tij, firmosja e tij. Tani, ajo letër ishte prova e një mëkati që ai kishte varrosur nën luks e pushtet. Nuk mund të jetë e vërtet, përshpëriti ai. Nuk të kujtoj. Nuk mund. Po, e kujton, e ndërpreu ajo. Më the që dashuria është lojë për të fortët. Dhe kur fëmia filloi të rritej brenda meje, më the të hesht. U përpoqja të harroj, por çdo hap më çonte prap tek ti. Klevisi qëndroi I ngrirë. Në sytë e Norës pa jo vetëm të kaluarën, por edhe fajin që kishte ndërtuar për andorinë e tij mbi harres. Në atë moment, dera e lokalit u hap. Brenda hyri Reja, asistentja e tij, që I kishte ndjekur fshehurazi. Ajo qëndroi pas derës dhe dëgjoi gjithçka, me dorën që I dridhej mbi celular. Çfarë do prej meje tani? Pyeti ai më në fund. Të vërtetën, tha Nora qetësisht. Vetëm kaq. Sepse nëse e mbulon përsëri, nuk je njeri, je hije. Ai u përpoq të qëndronte I ftohtë, por trupi e tradhtoi. Dora e tij dridhej mbi filxhanin e kafes. Pse tani, pas gjithë këtyre viteve? Sepse dikush tjetër duhet ta di. Nuk jam e vetmja që ke lënë pas. Ai e pa me tronditje. Çfarë po thua? Një tjetër grua. Një tjetër histori. Një tjetër fëmijë që se pa kur babajnë e vet. Fjalët e saj ranë mbi tryez sigur. Heshtja që pasoi ishte më therse se britma. Në atë moment, Reja u largua ngadalë, duke mbajtur në dorë celularin e hapur, kishte regjistruar gjithçka.
Syt i mbushën me lot, jo vetëm nga tmerri, por edhe nga kuptimi i ri për njeriun që kishte besuar. Nora u ngrit për t'u larguar. Nuk erdha për para, as për hakmarrje. Erdha që të kujtoj se edhe heshtja ka kufi. Ajo e vështroi edhe një herë me një dritë të lodhur në sy. Nuk ishte rastësi, Klevis. Ishte kthimi i fatit. Klevisi mbeti vetëm në tavolinë. Letra e zverdhur digjej në duart e tij si gjë e gjallë. Për herë të parë, ai ndjeu se nuk kishte më kontroll mbi asgjë, as mbi kujtesën, as mbi frikën, as mbi veten. Dritat e lokalit u fikën njëra pas tjetrës. Ai mbeti në një reflekt të dobët, me një gotë të ftohtë në dorë dhe një të vërtetë që po i çahej nën lëkurë. Nuk ishte rastësi, ishte kthimi i fatit. Të nesërmen, lajmi shpërtheu si zjarr. Një portal publikoi një artikull me titullin "Gratë e harruara të perandorisë Dervishi". Kishte fotografi, letra dhe dëshmi. Në çdo rresht, emri i Klevis Dervishit lidhej me histori grash që kishin punuar për fondacionin e tij dhe më pas ishin zhdukur pa gjurmë. Në zyrën e tij mbretëronte paniku. Rea nuk ishte shfaqur. Miran fliste me avokatët. Telefonat gumëzhinin. Por Klevisi qëndronte i heshtur duke parë nga dritarja. Ai nuk zemëroi më, thjesht ndjente një boshllëk që e hante ngadalë. Në televizor, gazetarët flisnin për një sistem mashtrimesh të fshehura në mpetkun e bamirësisë. Një zë gruaje i njohur doli në transmetim, ishte Nora. E lodhur, por e fortë, ajo tha, "Ne nuk kërkojmë dëmshpërblim, vetëm të vërtetën. Sepse kur heshtim, ata fitojnë." Fjalët e saj përhapën një valë që askush nuk e ndali. Të tjera gra dolën nga hija duke rrëfyer histori të ngjashme. Një rivalja e tij e vjetër, biznesmenja Arta Bruka, organizoi një konferencë dhe e përballi publikisht. Kjo nuk është vetëm çështje morali. Është krim ekonomik dhe njerëzor, tha ajo, ndërsa dritat e kamerave ndriçonin fytyrën e Klevisit që ulte kokën. Në atë moment, ai kuptoi se gjithçka që kishte ndërtuar, pasuri, emër, pushtet, ishte ngritur mbi dhimbjen e të tjerëve, dhe tani çdo gur po shembej nën peshën e së vërtetës. Në sytë e tij, bota u kthye në heshtje. Por në shpirtin e Norës, për herë të parë pas shumë vitesh, filloi të lindte drita. Një javë më vonë, rrjetet shpërthyen me një dokument që ndryshoi gjithçka. Një analizë adnje e dërguar anonimisht në redaksit më të mëdha, tregonte lidhjen e padiskutueshme mes Klevis Dervishit dhe një fëmije që ishte zhdukur vite më parë, djali i parë i Norës. Ai fëmijë që ajo kishte kërkuar për vite me radhë, që askush se kishte parë, rezultonte të ishte regjistruar si i biri një familjeje tjetër, nën emër të falsifikuar nga njerëzit e Klevisit. Kur lajmi u publikua, gjithçka u shem. Shoqëria e tij u pezullua, fondacioni u mbyll dhe aksionet e tij ranë në tokë. Në rrjete, njerëzit kërkonin drejtësi, ndërsa para shtëpisë së tij u mblodhen turma me pankarta që thoshin, "E vërteta sfshihet." Brenda, Klevisi qëndronte përballë pasqyrës me fytyrën e zverdhur dhe sytë e boshatisur. Shalli i Norës, që dikur e kishte marrë pa kuptim, tani varrej në dorën e tij si kujtesë e turpit. Ai pëshpëriti, fëmia ishte i mbirë. Në ekran, Nora fliste me zë të dridhur, nuk kërkoi hakmarrje. Vetëm që askush tjetër të mos kaloj atë që kalova unë. Ai nuk e di kush jam, dhe mbase kështu është më mirë. Zëri i saj u përhap në heshtjen e dhomës. Klevisi ndjeu që asgjë nuk mund ta shlyente më atë që kishte bërë. Jo parat, jo pushteti, jo pendesa. Në fund, ai uli kokën mbi tavolinë, duke dëgjuar jashtë britmat e turmës dhe jehonën e vetvetes që po shuhej ngadalë. Mëngjesi ishte i qetë, si pas një lufte që kishte përfunduar. Qyteti zhurmonte me ritmin e zakonshëm, sikur skandalet, turpi e lotët e ditëve të fundit nuk kishin ndodhur kurrë. Por diku në periferi, në një strehë të vogël për gra në nevojë, jeta kishte një tjetër ritëm, më të butë, më njerëzor. Në verandën e asaj shtëpie që dikur ishte e braktisur, tani qëndronte Nora. Barku i saj ishte rritur dhe duart e lodhura i mbante mbi të me kujdes. Era i luante flokët, ndërsa ajo vështronte qiellin, si të kërkonte një përgjigje që se kishte marrë kurrë. Pranë saj, një fëmijë i vogël po luante me një shallogri të vjetër. Ai ishte fëmia që ajo kishte shpëtuar nga heshtja, ai që historia e Klevisit kishte dashur të fshinte. Nora u ul pranë tij dhe ja mori shallin, duke e mbështjellë ngadalë rreth qafës së saj. Një kujtim, një plag, një simbol që nuk do ta harronte kurrë.
Në televizor që në strej qëndronte gjithmonë ndezur, po transmetoi lajmi i fundit. Klevis Dervishi, biznesmeni i njohur, jep dorëheqje nga të gjitha funksionet dhe kërkon falje publike. Pamjet tregonin një sallë bosh, një podium të ftohtë dhe një burr që dukej si hije e vetvetes. Ai foli ngadalë, me një zë që mezi dilte, kam ndërtuar gjithçka mbi heshtje. Dhe heshtja është më e rëndë se faji vetë. Sot nuk kërkoj justifikim, kërkoj vetëm falje. Për të gjitha gratë që nuk i dëgjova. Për çdo jetë që u thye për shkak të meje. Në fund, ai ngriti një shall gri, të njëjtin që dikur e kishte gjetur në rrugë, dhe tha, ky ishte kujtimi i vetmi që më mbeti nga një shpirt që më mësoi çfarë do të thotë njerëzi. Do ta mbaj derisa të mos kem më frym. Klevisi u largua nga salla pa kthyer kokën. Jashtë, askush nuk e priste. As fotograf, as duartrokitje. Vetëm një shi lehtë që binte si bekim mbi një njeri që më në fund kishte mbetur pa asgjë, përveç ndërgjegjes së zgjuar shumë vonë. Ndërkohë, Nora mbylli televizorin dhe mori frym thellë. Për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeu qetësi. Nuk ishte fitore ajo që kërkonte, por liri. Dhe tani, në heshtjen e mëngjesit, e ndjente. Në dritare u shfaq një dritë e ngrohtë. Fëmia qeshi dhe i zgjati duart. Ajo ul, ja mori fytyrën me duar dhe i tha me butësi, asnjë fëmijë nuk do të rritet më në heshtje. As ti. Më vonë, ajo u nis për në varrezat e vjetra ku kishte vendosur një gur pa emër. Ishte simbolik për të gjitha ato gra që askush nuk i kishte kujtuar. Vendosi mbi gur një shall tjetër, të bardhë këtë herë, dhe qëndroi në heshtje për disa minuta. Tani, çdo dhimbje ka zë, pëshpëriti. Edhe e imja. Ndërkohë, larg, në një shtëpi bosh, Klevisi rinte në heshtje. Letra e Norës dhe fotografia e vjetër qëndronin mbi tavolinë. Ai e dinte se nuk mund të ndryshonte asgjë, por të paktën, për herë të parë, nuk gënjente më veten. Ai mori një flet bosh dhe filloi të shkruante, nëse dikur fjala ime vrau, ndoshta tani mund të shëroj. Dritarja u hap dhe një fllad i lehtë solli erën e shiut, të njëjtin shi ku gjithçka kishte filluar. Ai ngriti sytë dhe në reflektimin e xhamit ju duk sikur pa një grua me shall gri që largohej ngadalë. Nuk foli. Vetëm buzëqeshi me dhimbje. Në atë çast, diku mes asaj heshtjeje, dy shpirtra që dikur ishin ndarë, u çliruan në mënyrën e vet, njëri përmes faljes, tjetri përmes pranimit. Nora e dinte, historia kishte mbyllur rrethin. Dhe ndoshta, kjo ishte mënyra më e bukur për të thënë lam të mirë. Ndonjëherë, falja është vetëm mënyra më e bukur për të thënë lam të mirë.